Komuniteti rom besohet të jetë pasardhës i emigrantëve nga India qendrore, megjithse një numër i vogël i romëve mendohet se kanë mbritur në Evropën juglindore para shekullit të 14. Shumica e romëve në Kosovë flasin gjuhën rome si gjuhën e tyre amtare. Romanishtja i përket familjes së gjuhëve indo-evropiane dhe lidhet me gjuhët e folura në Indinë Veriore. Sistemi arsimor publik i Kosovës nuk ofron arsim në gjuhën rome. Romët në Kosovë përballen me shumë sfida në varësi të kushteve sociale, ekonomike dhe vendodhjes. Ata janë në komunitet i njohur në shumë zona të Kosovës. Për të folur për romët e Kosovës, kulturën, traditën, sfidat e sukseset, kam të ftuar Shyrete Hoxhaj, aktiviste e komunitetit rom, gjithashtu antare e Komitetit për Komunitetin në komunën e Prizrenit. Kam nderin dhe kënaqësinë të ju kem në studio. Faleminderit shumë juve për mundësinë. Fillimisht, më thuaj si është të jesh qytetare e komunitetit rom në Kosovë? Siç e përmend edhe ti, ne si rom, si komunitet rom nga Evropa juglindore kemi ardhur që nga shekulli 14 në Ballkan, kryesisht edhe në Kosovë, për të qenë pjesëtare e komunitetit rom në një shoqëri kosovare të përbashkët është edhe sfidë, por është edhe diçka e bukur, pasi që jemi ndryshe dhe rritesh me një histori më ndryshe, me një kulturë apo zakone më të ndryshme. Kuptohet që është krenari për mua që të jem rome, pasi që historia jonë është pak më ndryshe, po edhe jemi me një shoqëri të përbashkët. Fatmirësisht në Kosovë i kemi diversitetin shoqëror dhe bashkarisht jemi duke u rritur në atë frymën e përbashkët. Edhe besoj që është shumë më mirë në krahasim për shembull me shtetet e rajonit që i kemi. Njerëzit kanë shumë pyetje për juve, për mënyrën si jetojnë romët, për gjuhën, për kulturën dhe për të tjera. Fillimisht na fol pak për gjuhën. Gjuha rome, ose nëse e themi në gjuhën rome, gjuha rome është romani çib. Është shumë e pastër dhe është shumë e vjetër, qysh e bërë edhe ty më herët hyrjen. Është qysh moti dhe bën pjesë të gjuhët më të lashta, është shumë e pasur me dialektet e saja, por që për fatkeqësisht nuk është e standardizuar, po megjithse ne si komunitet rom ose si romët kudo në botë e kemi një përparësi, pasi jemi të shpërndarë në të gjithë botën, e që kjo është fatkeqësisht, ne përmes gjuhës sonë të përbashkët mund të miremi vesh kudo që jemi. Edhe pse ndoshta ka shumë dialekte, që ndoshta në përbërje ndryshon disa fjalë, po në përgjithësi mirë kuptohemi ose kuptohemi shumë mirë me njëri tjetrin. Çka do të thojë diçka specifike që pastaj na e kthen në gjuhën shqipe për komunitetin rom në gjuhën tuaj? Nisim emisionin me dashuri, unë do të thoja kamatu ose të dua në gjuhën shqipe. Sa e bukur. Ku janë sfidat më të mëdha sot në Kosovë për të rinjt rom? Duke pasur parasysh që bota vetë përballet me një inflacion, sfidat më të mëdha në përgjithësi për gjitha komunitetet janë për sfidat ekonomike, edhe pse komuniteti rom është përballë qysh më me sfida ekonomike, po dhe gjithë përfshirja sociale. Edhe pse kjo e fundit, në 2 dekadat e fundit, ka ndryshuar, mendoj se rinia është duke pa komunitetin pak më ndryshe, pasi që këtu kanë luajtur rol kuptohet organizatat jo qeveritare, qofshin ato ndërkombëtare, qofshin kombëtare apo qofshin ato autoktone rome, kanë luajtur rol që me bën një farë diversiteti shoqëror edhe mjau qitën pa kulturën e romëve, identitetin e tyre se siç janë për një edhe me i njoftë në përgjithësi në shoqërinë kosovare. Ka luajtur rol që të ndalet diskriminimi, ndoshta të zbutët, se të zbehet, le të themi. Të ndalet në përgjithësi, nuk besoj që do të ndalet, po ndoshta në vitet e mëardhshme nëse pjesa historisë dhe identitetit kyçet në kurrikulat shkollore, besoj që atëherë ka me pas një rol më të madh në zbehjen më të madhe të diskriminimit ndaj komunitetit rom. Kur vjen puna te shkollimi, edukimi dhe punësimi, si qëndron ky komunitet përballë, le të themi, këtyre vendimeve të cilat e dim shumë mirë se e ndryshojnë jetën e secilit prej nesh? Fatmirësisht komuniteti rom ndoshta është vendisuar rreth shkollimit, sidomos vajzave, pasi që para disa, le të themi ndoshta në 10 vitëshin e fundit, themi se është rritur niveli i arsimimit të komunitetit rom, ose vazhdimësia e të shkolluarit të komunitetit rom. Nuk e ndalin ndoshta me shkollën fillore, po vazhdojnë e kryen edhe shkollën e mesme, kemi edhe për atyre që përfundojnë edhe bachelor, master,
për fat mirë kemi edhe doktoratur të cilët po e përfundojnë, po kuptohet që nuk është ndoshta në faj i komunitetit cilët ata po e ndalin shkollimin. Kjo duhet bërë një ndarje, pasi që askush nuk dëshiron me pa veten keq. Kush ka luajtur rol në këtë ndalje të arsimimit kanë qenë faktorët social, faktorët ekonomik. Kur themi faktorët ekonomike kanë fjalën pasi që komuniteti përballet me sfida ekonomike, nuk kanë mjetet mjaftueshme financiare për më shkollu. Kur flasim për pjesën sociale është se pasi që kjo është si një urlidhse për secilën. Faktori ekonomik ndikon tek ai social. Momentin që një i ri ose nuk ka kushte të mjaftueshme për me pas një veshje më të mirë, për me pas një dukje më të mirë, fëmijët e kanë të krijuar ndoshta edhe me pa më bukur. Momentin që ai fëmijë ka më uqas me një person që është në dukje më i mirë, ka me lind aty ndoshta bullizimi, ka me lind diskriminimi edhe aty ka me pas përçarje sociale. Këtu duhet me pas gjithmonë rol mësimdhënësit që mos me pas ndarje etnie brenda një klase, se kemi pasur raste edhe kur ka ndodhur një klasë ku është përbërë për gjitha prej komunitetit rom. Tash momentin që flasim për diversitet shoqëror, atëre si një ndarje e tillë s'mundet me quajt diversitet. Po kjo do të thotë është çështja të arsimi ka ndiku çështja sociale, çështja ekonomike, po për fat mirë kemi disa organizata jo qeveritare të cilat i ndihmojnë komunitetin rom për me pas bursa dhe me ndjek ndoshta shkollimin, ose ka disa programe që i japin studentëve në mënyrë të mentorimit, në mënyrë të financimit për libra, do të thotë me këto mekanizma të ndryshëm që i nxisin për me përfunduar një shkollim. Dhe definitivisht është shumë e rëndësishme që të promovojmë sa më shumë edukimin e të rinjve dhe le të themi jo martesave të hershme, sepse këto martesa të hershme sigurisht pastaj sikur i japin fund edukimit në kuptimin e asaj që vajzat e reja do bëhen me obligime të reja, fëmia do bëj fëmijë dhe pastaj si është e mundur që të ndjekin shkollën. Kështu që besoj se është shumë e rëndësishme që të ngriten këto çështje aty ku mund të bëhen ndryshimet dhe sigurisht pastaj edhe të orientohen drejt shkollimit. Kur flasim për komunitetin rom, ne duam të dim më shumë, pra po e them, në kuptimin e asaj që t'ju njohim më mirë. E dim që e doni shumë muzikën. Ka shumë talent të rinj rom të cilët e duan muzikën, por nuk shfaqen ndoshta? Po ndërlidhem pak tek pjesa më herët që them, mediat luajnë rolin që duhet me i promovu të rinjët, specifikisht të rinjët, se kemi prej atyre që kanë përfundu shumë drejtime të bukura, qoftë pjesë natyrore, qoftë pjesë sociale, shoqërore, po nuk janë të promovuar për shembull nëpër media. Ka diçka që kanë arritë dhe nuk janë të promovuar në media. Kuptohet që edhe ju tani pastaj si komunitet tjetër keni dëshirë shumë të madhe për me na njoft neve. E kuptohet në momentin që një komunitet nuk e njeh, kemi lind disa paragjykime ose stereotipe. Në këtë rast, për shembull, martesat e hershme fatmirësisht janë duke u ndalur, them edhe dhe vitshi i fundit ose dekade i fundit ka pasur një zbritje, por që vazhdojmë të kemi raportime nga QKK për lindjet e nënave 13-14-15 vjeçare që është e dhimbshme. Po në krahasim tani me statistikat e kalume, jemi një shoqëri në tranzicion. Andaj kjo është duke luajtur një rol shumë të madh pasi që jemi duke i ndalur këto raste. Shumë e mirë kjo. Kemi prej të rinjëve cilët e dashurojnë muzikën, pasi që muzika për neve është një art, ndoshta një art i lindur. Po nuk ndalemi vetë se tek muzika. Kemi shumë tjerë, të rinj të tjerë, të cilët kanë edhe arte të tjera, janë artistë në fusha të ndryshme, po që për fatkeqësisht ata nuk promovohen. Kjo ka mbetur tek komuniteti rom, prej komuniteteve tjera. Okej, këta po din muzikë, veç se me muzikë dyqysh në të vazhdojnë. Jo. Na jemi taft edhe për zanat e tjera, le të themi. Edhe pse muzika apet, dyqysh është një art joni. Kemi të rinj që po vazhdojnë, kemi të rinj që edhe po përfundojnë studime në muzikë, edhe shpresoj që ata le të arrijnë majet e suksesit në për orkestrar të ndryshme edhe ndërkombëtare, një shumë të rinj të cilët po i vazhdojnë edhe studimet jashtë vendit. Edhe shpresoj që secili ka më pas një arritje një jetë shumë më të mirë edhe qoftë brenda Kosovës me kthy kontributin në Kosovë, po edhe qoftë edhe jashtë
Kosovës. Kur flasim për romët në Kosovë, ku janë le të themi rajonet ku më së shumti kemi romë të cilët kanë krijuar jetën, zhvillojnë aktivitetet e tyre dhe sigurisht kanë sjell traditat e tyre aty? Romët, siç e thash më herët, janë të shpërndar kudo në botë, fatkeqësisht që kanë qenë të detyruar të shpërngulen prej Indijës, qysh nga shekulli nga viti i 11, shekulli 11, dhe kurse në Kosovë janë të shpërndar kudo, cep më cep të Kosovës, edhe po nëse i krahasojmë, themi janë në Prizren, kemi në Gjakov, kemi në Ferizaj, në Pej, në pjesën e Mitrovicës, pra kudo në Kosovë. Po nëse flasim se ku qëndron komuniteti më së miri, kjo është një analizë ose mendim personal, besoj që në Prizren, pasi që Prizreni veç se nifët mos si një qytet multietnik, edhe kemi shumë komunitete tjera të cilat bashkëpunojnë edhe bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Edhe besoj që komuniteti rom në Prizren i ka kushtet ndoshta sociale më të mira, ekonomike më të mira, pasi që edhe Prizreni nifët si një qytet i cili është shumë më i përkushtuar ndaj kulturës. Njëjtë edhe ne si komunitet e promovojnë më së shumti kulturën në anën e Prizrenit. Kemi organizata prej komunitetit rom të cilët operojnë edhe trajnime jashtë Prizrenit për me shfaq kulturën e komunitetit rom. Po kthehemi tek pyetja, besoj që në Prizren komuniteti rom është më i qëndrueshëm edhe është ndoshta më i lirë për të shfaqur edhe mendimet personale, është më i lirë për ta shfaqur identitetin e tij, pasi që kemi edhe raste ku për shkak të diskriminimit komuniteti rom nuk e shfaq veten se është rom, pasi që ballafaqohet me diskriminim qoftë në pjesën e sektorit të punës, qoftë në pjesën e arsimimit. E këtu tek pjesa e arsimimit kemi raste shumë interesante ku komuniteti shumica apo komunitetet tjera pakic e keq përdorin kuotën në pjesën e komunitetit rom. Kuptohet që kuota 10% ose 12% ekziston për komunitetin pakic, komunitetet pakic të cilat jetojnë në Kosovë, por kemi prej komuniteteve tjera të cilat ja zënë vendit të gjithë romëve dhe kemi raste ndoshta romët të cilët nuk janë të kyçën pastaj fare në universitete. Ka raste të ndryshme ku komuniteti shumicë është deklaruar veç se është komunitet pakic, përveç me u kyç në universitet me marrë arsimimin. Andaj lidhem të ajo pjesa ku them se ka faktor të ndryshëm ku ndikojnë tek pjesa e arsimimit të komunitetit rom. Sigurisht shumë vështirësi të cilat ja pamundsojnë një të reu rom që të jetë i barabartë me pjesën tjetër dhe ne gjithsesi duhet ta promovojmë dhe ta ngritim zërin që në këtë shtëpi jemi të gjithë qytetarë të Republikës së Kosovës, pra jemi të gjithë një. Po shkojmë me pak muzikë por i kthehemi te biseda shumë e këndshme që po e bëjmë këtu në studio me Shyretin. U rikthyem prap për të vazhduar bisedën, po flasim për komunitetin rom në Kosovë, për vlerat e tyre, për sfidat e tyre, le të themi për bashkëtesën që kanë edhe me komunitete tjera dhe sigurisht duam ta promovojmë barazinë në këtë shtëpinë tonë të përbashkët, sepse të gjithë jemi anëtarë të kësaj shtëpie që quhet Kosovë dhe barabart jemi qytetarë të Republikës së Kosovës. Ajo që ka më intereson është që folëm pak më herët për gratë, le të themi për vajzat e reja, është shumë mirë që po zbehet ky trendi i martesave të hershme me idenë që vajzat e komunitetit rom le të jenë shembull si puna jote që punojnë dhe vazhdojnë tutje. Por më intereson në përgjithësi si është sot pozita e gruas rome në Kosovë. Nëse flasim tek pjesa politike të grave përfaqësimit politik, fatkeqësisht akoma nuk e kemi një grua e cila e përfaqëson komunitetin rom në kuvendin e Republikës së Kosovës. Deri më tani kemi pasur vetëm deputet rom të cilët kanë qenë të gjenisë mashkullore, por gruaja rome ka pasur rol ndoshta në sfera të ndryshme, jo partijake ndoshta, le të themi. Kemi shumë vajza, kemi shumë gra rome të cilat kanë ndikuar jashtëzakonisht në shoqërinë civile, kanë ndikuar përmes artit, kanë ndikuar përmes veprimtarisë të tyre. Ka shumë vajza të ndryshme të cilat kanë bërë punë të jashtëzakonshme, le të themi, kanë botuar libra, kemi aktore të ndryshme të cilat luajnë edhe në teatr, romi i cili gjendet në Prizren Egjip Menekshë, kemi autore të librave të ndryshme që është për shembull Urma Menekshë, është Gynesh Veshall, të cilat kanë botuar libra ku flasin rreth grave rome.
Pastaj Urma, si që thash më herët, ka bërë mini bibliotekën e parë Rome, e cila gjendet dhe ajo në Prizren. Gjendet dhe në Prishtinë tek zyrja e kryeministrit është një cep ku i mban disa libra. Kemi edhe vajza tjera që përmes të thot kulturës edhe artit kanë arrit që me shfaq historinë e bukur të komunitetit rom, po edhe me shfaq fuqinë e gruas se si mundet me avoku përmes artit edhe kulturës. Por, kur themi tek pjesa e politikës, në mënyrë partijake, ka përbërje të grave tek pjesa e partisë, e cila është tani më në pushtet në këtë rast pas certifikimit, por në pjesën e avokimit ose në pjesën e ngritjes së zërit në kuvend nuk e kemi një grua përfaqësuese. Dhe sigurisht unë mendoj shumë që një grua e komunitetit rom jo domosdoshmërisht duhet të jetë pjesë e partive, le të themi rome, duhet të jetë pjesë edhe partive të mëdha dhe aty të avokoj sigurisht edhe për të drejtat e komunitetit në mënyrë që le të përhapet dhe le të futet influenca e grave rome në kuvendin e Kosovës. Besoj shumë e rëndësishme që pastaj të promovohet tutje figura e gruas rome në Kosovë. Kemi diasporë të madhe jashtë. Kur flas për diasporën, ne kam fjalën për prej diasporën që shkojnë nga Kosova në për vende të ndryshme. Si qëndron komuniteti rom me diasporën? Janë shumë të rinj të cilët duan me dalë jashtë, ashtu siç po shprehen tash në popull, apo të cilët vetëm tashmë kanë marrë rrugën për në shtete të tjera? Pjesa e emigrimit në shtetet perëndimore është në trend për gjithë Ballkanin perëndimor, por besoj që Kosova në këtë rast, sipas statistikave flas, qëndron e fundit për pjesën e emigrimit. Kuptohet brenda një shoqërisë kosovare që themi të përbashkët qëndron edhe komuniteti rom, të cilët vetë se kanë emigruar një pjesë e madhe në shtetet perëndimore, ku kanë pasur synime për një jetesë më të mirë ekonomikisht, por kemi edhe një pjesë tjetër të cilët akoma vijojnë dhe operojnë veprimet e tyre brenda Kosovës. Megjithse, sa i përket diasporës, komuniteti rom gjendet kudo në diasporë. Kemi shumë prej Kosovës të cilët qëndrojnë në pjesë në Gjermani, ka prej tyre që jetojnë në Zvicër, në Danimark, edhe në thot kryesisht në këto shtetet perëndimore. Megjithse, sërish kthehem tek fjala më herët kur isha duke thënë për gjuhën, ka shumë rom që vinë dhe prej shteteve tjera të cilët ndoshta nuk kanë fare lidhje me Kosovën, dhe momenti kur na bie që të jemi me një takim të përbashkët, ne jemi vetëse të familiarizuar me vetë, pasi që jemi para së gjithash jemi rom dhe përmes gjuhës sonë të përbashkët neve se mirëmi vesh. Kjo është një pjesë e bukur e komunitetit rom, një pjesë e cila e ka ruajtur identitetin ton, do të gjuha për neve është shumë e rëndësishme dhe është e shenjtë. Dhe sigurisht ashtu si shumica qytetarëve të Kosovës ja kanë mësuar Evropës, zakonisht në Zvicër dhe Gjermani kemi përqendrimin më të madh të gjithë qytetarëve tonë varësisht prej komuniteteve, sepse siç e tham më herët do vazhdojmë ta themi në vazhdimsi, ne jemi një shtëpi. Kur flasim për romët e Kosovës, unë po e bëj tashmë një krahasim me komunitete tjera. Për shembull në komunitetin Bosnjak ne e dim që ka drejtime nëpër universitete ku studentët Bosnjak mësojnë në gjuhën e tyre. Ka pasur hapa apo kërkesa që duke marrë parasysh që keni gjuhën tuaj të ketë mësim në për shkollat kosovare dhe në gjuhën tuaj? Tash kthehemi tek pyetja që tham ku qëndron komuniteti rom më së miri në komunat e Kosovës. Komuna e Prizrenit qëndron këtë rast më së miri, pasi që vetë se vijon mësimi fakultativ në shkollat fillore, ku mbahet në gjuhën rome, e njëjta është e fundit Urma Menekshë, e cila është mësuese e gjuhës rome, ku mbahen pra mësimet për fëmijët të cilat janë në shkolla fillore, mbahen lëndët të cilat janë të përcaktuar dhe është pjesë të ministrisë në këtë rast, mbahen mësimet në gjuhën rome. Përndryshe edhe ndoshta në kur themi tek pjesa e promovimit të gjuhës, në këtë rast sërish Prizreni qëndron e para, në vitin 2022 komuna e Prizrenit vetë se ka njoft gjuhën rome si gjuhën në përdorim zyrtar, sipas ligjit për përdorimin e gjuhëve, po ashtu dhe si informacion prej shoqërisë civile dhe Graçanica ka qenë e para e cila që ka njoft gjuhën rome si gjuhën në përdorim zyrtar. Kjo neve na ndihmon që të jemi ndoshta më të barabartë, më të qasshëm në dokumente, në shërbimet administrative ndaj komunës, dhe të flasim shumë më shumë gjuhën tonë të lirë në Prizren.
Kjo është shumë e rëndësishme, sepse është gjuhë e bukur. Mua më pëlqen të dëgjoj teksa dikush e flet gjuhën e vet me krenari, pikë së pari, por edhe tingëllon shumë bukur. Ajo fjala që e the tash më harova, sepse dorën zemër është pak më gjuhë e vështirë. Është gjuhë më vështirë kur e krahasojmë për shembull në pjesën e gjuhës rome, shkronja k dhe h së bashku. Për neve në Shqip është shumë e zëshme ta themi këtë rast. Nëse një shqiptar dëshiron me theksu një fjalë në gjuhën rome ku qëndron shkronja k dhe h së bashku, ka shumë të vështirë. Po. Andaj është pak si më e vështirë gjuha rome, le të themi, por shumë e bukur tingëllon. E keni edhe rastin me mësu përmes Google Translate. E kanë do teknologjia e fundit ka qenë një arritje, le ta themi, për komunitetin rome, gjithsesi edhe ka pak mangja aty, shkaku se, siç e thash, komuniteti romët e ka një gjuhë që ka shumë dialekte të ndryshme, dhe aty besoj që është një dialekt e cila ndoshta nuk flitet në Kosovë. Shëreta, unë kur e menoj mënyrën e të jetuarit në një vend me shumë komunitete, sigurisht është pasuri, sepse janë kultura të ndryshme dhe ne mësojmë nga njëri tjetri, duhet të respektojmë njëri tjetrin edhe në kuptimin e kulturës, edhe të fesë, edhe të gjuhës, edhe të gjithçkaje tjetër. Por zakonisht njerëzit e kanë një keq kuptim. Sikur komuniteti rom, komuniteti egjiptian dhe komuniteti ashkali janë një i vetëm. Ne e dim që janë 3 komunitete të ndryshme dhe ashtu edhe njihen, domethënë është paksa, le të themi, stigmatizues të themi se janë një, kur dihet se janë 3 etnitete të ndryshme të cilët kanë kulturën dhe gjuhën e tyre. Sa shpesh hasni në këtë keq kuptim nga njerëzit? Keq kuptim ka ndodhur, ndoshta ka qenë qysh më herët, pasi që edhe sipas ligjeve shteti i ka njohur si një etni e përbashkët, kur i ka njohur me shkurdesa, por megjithse përmes avokimit këto komunitete janë ndarë, por kuptohet që komunitetet tjera nuk i njohin. Kjo është shkaku që nëse kishim pasur kurrikula të ndryshme të cilat i shfaqin identitetet, historinë dhe kulturën e këtyre komuniteteve, atëherë edhe komunitetet tjera në këtë rast nuk kishin me pas këto dyshimet ose pikpyetjet në kokën e tyre se kush janë këto komunitetet të cilët po jetojnë me neve. Edhe kuptohet që ngritën stereotipet se këto janë të njëjtit, por jo. Kur kthehemi secili komunitet, në këtë rast 3 komunitetet të cilat i përmende, kanë historinë e tyre, e kanë një flamur të tyre, e përdorin gjuhën e tyre dhe po ashtu e kanë një prejardhje prej dikajt të cilët vinë në këtë rast, siç e dim komuniteti rom, veçse kanë emigruar qysh nga India që përmenda në vitin 11, kanë qenë të detyruar të emigrojnë. Dhe prej aty kanë kalu do të thotë në Azi, prej Azijës kanë kalu në Turqi, prej Turqisë janë shpërndarë në Evropë, e këta të fundit kanë ardhur dhe në Kosovë, në Ballkanin perëndimor, dhe kështu së bashku me juve jetojmë që nga shekulli 14, pra nga vitin 1400, kur të mendojmë pra romët që kanë qysh mati me neve në mesin ton, por sërish janë ngritur ato stereotipet të cilët unë vetë si një komunitet i has kur përdorim terme pejorative, po jo nuk e keni vendin këtu, shkoni tek vendi juve. Jo, unë me juve jam rrit, edhe këtu jam lind dhe këtu jam duke u rritur, dhe është një vendi ime, Kosova, si që është e jotja është dhe vendlindja ime, megjithse unë jam një etni tjetër, si që është për shembull një komunitet turk, edhe ai është në vendin e tij. Po sigurisht. Pra, secili e ka historinë e vet, në këtë rast ne kemi flamurin ton, kur këtë rast e kemi edhe 8 prillin, e keni mundësinë me pa se si tingëllon gjuha rome, si kremtohet dita ndërkombëtare rome, cili është flamuri rom. Gjitha këto tani falë këtyre ditëve të shenjta, neve na mundsohet që me njoft një komunitet më nga afër, po shpresoj shumë që ne kemi dëshirë për Ministrisë së Arsimit që me i bo rieditimin e librave, në këtë rast të futen edhe historitë të komuniteteve, jo vetëm të komunitetit rom, po të gjitha komuniteteve. Kush janë ata të cilët jemi duke jetuar së bashku në Kosovë, secili le ta njeh historinë e tjetrit dhe nuk do të ketë më diskriminime. Shpresojmë që mos të ketë. Sigurisht, sepse në anën tjetër kur flasim për një Amerikë që mirëpret në shtëpinë e tyre aq shumë njerëz nga e gjithë bota dhe sigurisht të gjithë jetojnë duke e gjetur veten, është turp që një vend i vogël si Kosova të jetojë në stigmatizime të tilla dhe të bëj dallime të tilla. Tani më intereson diçka Shërreti, duke dashur të njoh më mirë kulturën rome. Nëse unë dhe kolegu im Leonardi vim për drejt me datën 8 prill në një familje rome, çka kishit me na shërby? Në këtë rast, data 8 prill manifestohet në mënyra të ndryshme.
duke u nisur prej organizatave të cilat bëhen së bashku dhe e kremtojnë ndoshta në forma të ndryshme. Na ditë është një ditë e gëzimit, pasi që vetë data 8 prill e përmban pjesën ku është shënu identiteti i komunitetit rom, është ndoshta njoft komuniteti rom. Megjithse do ju mirëprisim sikur të ishte një fest në këtë rast shnihet edhe në Kosovë ose në shtete të tjera, Bajram. Megjithse është një datë e cila për neve është shumë e rëndësishme, ndoshta të mos ta egzagjeroj, ndoshta si një pavarësi për komunitetin rom, pasi që në vitin 1972 në Kongresin e Londrës janë mbledhur intelektualët rom nga gjithë bota, bilem mendohet që ka marrë pjesë edhe albanologu i njohur Nusret Seharsoj, ka qenë i njëjti dhe nga Prizreni, ka qenë rom dhe ai po ashtu, ku janë marrur vendimet më kryesore në atë kongres. Kanë qenë 3 vendimet ku është njoft flamuri rom, përmbajtja e saj është vendos një flamur, është mbajtur vendimi të nifët himni rom dhe një emërtim rom, pasi që bota i ka diskriminu ose nuk ka ditë qysh me i qujt, edhe këta janë mbledhur, po vina me një përfundim që në këtë rast romët të quhen rom, nuk ka terme tjera, i ne jemi rom, në këtë rast njeri. Dhe pas që i thash edhe ato 2 vendimet të tjera. Dhe sigurisht kjo është bën një kthesë e madhe për gjithë komunitetin kudo që jetojnë, sepse është shumë e rëndësishme që të punojmë bashkarisht si shoqëri në drejtimin e asaj që të pranohemi të gjithë njësoj, sepse në fund të ditës jemi të gjithë njësoj. Sikur ne të kërkojmë tani një muzikë të bukur rome, çka kishe me na propozu? Shpesh komunitetet të tjera e njohin shumë këngën e Derlezi, po në këtë rast kisha dashur, pasi që është 28 prilli, kisha dashur këngën Xhelem Xhelem, s'është këngë, është himni i komunitetit rom. Kjo është një këngë e cila edhe një himn i cili në përmbajtje e tregon sakrificën e komunitetit, se si ka hekë duke shku nga shtetet në shtete dhe ka hasë në sakrifica të ndryshme duke emigruar nga shteti në shtet. Kështu që Xhelem Xhelem është një himn që për neve le shumë përshtypje. Sigurisht është i shenjtë në kuptimin e asaj derisa një tekst i tillë e përkufizon, le të themi, gjithë sakrificën që ka pasur komuniteti juaj, sigurisht se kjo jep shumë emocion për juve, jep le të themi shumë ndjenja të përzierja edhe të le të themi edhe të lirisë, por edhe të shtypjes që ka ndodhur ndër vite e shekuj. Shpirete, për fund, çka kishe me i thonë komunitetit tënd? Komunitetit tim do i thoja që të njohin drejtat e tyre, pasi që shpesh herë jo vetë se komuniteti rom. Në përgjithësi populli kosovar ndoshta nuk ka njohuri për të drejtat e tyre dhe ndodh ku ai popull shtypet në forma të ndryshme. Komunitetit tim do i thoja që pa marrë parasysh se sa diskriminim keni nga dikush, mos të ndalen me aq. Nëse e keni të drejtë, qoftë në punë, qoftë në arsem apo qoftë në çfarëdo sferë të jetës, mos u ndal me aq veç pse ti je ndoshta rom. Ti e ki të drejtën tënde të jetojsh në shtetin e pavarur të Kosovës dhe me të drejtën e kësaj ti duhet të vazhdosh të kërkosh atë që ti e ke të drejtë. Pa e pasur synimin që me ja përkufizu ose me ja ndal lirin tjetrit. Tjetrën çka doja që vajza dhe gratë që mos të ndalen me një shoqëri patriarkale, që mos të ndihen të diskriminume, por le të luftojnë për atë që e dëshirojnë dhe të marrin atë se çka ata e dojnë, dhe me atë të drejtë që ju të saktohet atyre. Po ashtu dhe të rinjeve në përgjithësi do i thoja pa marrë parasysh diskriminimit të cilën e hasni në arsimim ose në sfera të ndryshme, qoftë edhe në punë, mos u ndalni me aq, vazhdoni përjashtim prej fjalëve të cilat ju i dëgjoni, mos u ndalni prej fjalëve negative, vazhdoni vetëm para dhe do të arrini në suksese. Kjo është shumë e bukur, sepse është shumë e rëndësishme që të rinjt të dëgjojnë të tilla mesazhe, le të themi nga njerëz të cilët kanë kaluar apo kanë veshur këpucët e tyre, sepse ndryshe është ta them unë, ndryshe është ta thuash ti që je pjesë e komunitetit dhe ja ku je një prej shembujve të suksesit. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.
Ishte edhe ky podcasti i kësaj jave, folëm për sfidat jetesën në Kosovë të komunitetit rom, sukseset, sepse ka pasur edhe shumë suksese ndër vite dhe sigurisht objektiva që ka ky komunitet për të shkuar tutje dhe për të jetuar bashkërisht me të gjithë qytetarët e tjerë të Republikës së Kosovës, sepse ne jemi një shtëpi, le të themi me dhoma të ndara, por që vazhdojmë të jemi në një kulm dhe sigurisht se duhet të respektojmë njëri tjetrin ashtu siç në shtëpitë tona respektojmë privatësinë e familjarëve të tjerë që janë në një dhomë tjetër. Po them kështu figurativisht ndoshta që të tingëlloj më e qartë. Sigurisht dua të theksoj edhe një herë që ky podcast përkrahet nga zyra për komunitetin në qeverinë e Kosovës dhe mesazhi i këtij podcasti është që ne të gjithë të respektojmë njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin dhe të shkojmë bashkërisht duke e quar Kosovën përpara, sepse në fund të ditës është shtëpia e secilit prej neve. Deri javën tjetër, miru dëgjofshim e miru takofshim.